Përshëndetje pra për krejt shikuesit dhe mikrofonit. Sot pra është emisioni i fundit për këtë sezon. Margaret. Mirëmbrëma Ben. Sot është emisioni i fundit, po e përmbyllim sezonën për me hap sezonën e verës. Po sot nuk e kena aftu kërkën, asnjë artist. Sot po i komentojmë artistat. Ama tu kisha lut me konë shumë i sinqert në pyetjet që du me t'i vo. Okej. Se e di që i ki raportet mira edhe raportet shoqërore, po le anat shoqërinë ki me konë shumë korrekt. Po thu mirë profesionale mi komentua. S'ka, se qashtu na vyn. Okej. Kush është artisti i parë që po e komentojna? Me qenë se Lobi u koni i pari, edhe kam meke dhe komponu gjatë me to, edhe e falenderoj që ka qenë, do më thonë, pa asnjë hezitim, ka pranu me orë i pari. Tu mos e di që ka bot, po veç po shkoj podcast. podcast. Po, veç e kom thirë këtë i kom tonë, e kom bot qëtoj një podcast tanë, ka thonë, po, kur që ditë ka orë. Së të janë misht, misht e vërtet. Po, një sen interesant, një që se kom ditë asën që apo ndodhë. Me Lobin ke punu ko gjatë. Po. Se di, ta shumë sështë e jam me të pytë që shkëndën Lobi se dijet, për Lobin mo dijet. Krejt e kanë pas në për s'ka familje që se ka pas njëherë Lobin në për ahinge familjare, edhe kena dëgju edhe live të këndu, po tash mënyrë profesionale. Po, ja, për me për Lobin me full është zi asën që me full, profesionalisht këngëtar, këtë i dim që është këngëtar super i mirë, është i prega dit, është i sakt, për një gjyrë zonit mos e diskutojmë, është këngëtar që e ka repertorin e gjanë, dhe me kënu shumë zhanët muzikës, edhe këtu ka qenë shumë regull, shumë sakt. Bile, unë e menoj që këtu as 10% su konë sa më në të Lobin me kënu. Lobi ka qenë edhe për vitin e ri, në fakt aty edhe e kena pas, ka pas për artistat që kanë thonë artistat ma të vjetër, ma me shumë kohë në treg, nuk është që na përkrojnë. Mirë po, në fakt, Lobi ka qenë vitin e ri, ashtu artistat ma tri hajde, tu i përkroj hajde me këndu bashk, hajde po. Po, edhe këto e ka dhe kështu, edhe në mrami edhe, ka shumë rose që do njëm kom prezent që kena ftu këngëtarë gjithmonë. Shumë supportus. Po, i ka dhënë hapësirë, i ka dhënë mundësi. A ke menu që ka me të shku qaq mirë emisioni i parë? Se di jo që profesionalisht nuk jam tut, e kom di që e nëzire që ato që kom menu, po kështu se kom di që shkan me pranu, po që shpritet, se s'ka pas, që me mor një shembull dikon, edhe me dit nga që shkon me ecë. Më thonë, u kon diçka këtë e re. Normal që është koqa një sfidë u kon për mu, një test i ronë, se ka mujtë me dështu edhe e re dhe e shpejt si ide, si projekt. Se zakonisht projektet marrin disa muj ashtu me trajtu pak qa po bojna, që po bojna, po që shke tregu te, këtë gja shpejt të zhvillu si ide. Shumë shpejt, unë u kon këtë për diçka tjetër idea. Këtë ide në fakt e kom pos ma herët, po nësha se kom pos plan tash me realizu. Edhe për një moment kom vendos me bo. Artisti i radhës kush o konë që të ka përkra po ashtu në qëtë ide, përveç Lobit që me të vece e ke fillu? Kënë e kom thirë normal që këtë mu kam bërgjish këtë kanarë, se këna pas një relacion, një raport ma hershëm me këtë kom punu në tjetën. Pa dyshim do njëta është, do më thonë, kom prej fillimit, kërë jam i djathë për këtë emision. Tani, ma bun kaltrina, ti nuk diskutohet, po se ti edhe je po foli për këta që nuk shihen. Po, që nuk shihen. Mirë po, do njëta ka qenë edhe eftume në emision, edhe përveç që është një artiste shumë e mirë edhe kozanin jashtëzakonisht mirë, edhe tekstet i shkruan tepër mirë. Nuk e di ka frymëzohet qysh i vjen, ka buron, po me të vërtet është të lënë pa mend ku vinë ato fjallë, ato vargje. Sinqerisht është shumë e talentume, edhe më garo me kretë me punu, të njëta edhe në tekste, edhe shumë shpejt, edhe e kupton me njerë, edhe në vija melodike, ka shumë kongë, shumë hite që ka bo dhe vjen edhe tekstin. Edhe
nështë më thonë që është e vetme që ja kom besu dhe ja besoj kur jam të punu, që jam kritik, jam pak detajist dhe nuk është që e lëshoj kongën bashkë ashtu letë, ose e pranoj një vi melodike ose një tekst, po me punë, artistikisht në e kom rritë dë njëta, për fillimit edhe kjo u mësu me qatë botën te, me qatë frymën te, me qatë e kam mësu. E din tash cila është kërkesa jote edhe... Edhe të më thonë se kam asë një problem, po është edhe shumë e talentume. So në di dhe kur ka dhe tjerë, ku ndodhe një reper që është aty që a i shkru në vetë, nën stop i jep lafe në tekstan, edhe më thonë është involvu me 100%. Edhe punon shumë, më thonë nën stop rinë të bo voice record që të bo via melodike, rrugës, kërë, gjithë ka. Po dhe se është ai momenti kur i vjen inspirimi dhe mandej shfrytëzon qatë moment se kur të kalën mu e patë. Po kjo është në stop e inspirume, nuk e di qa ko. Po, rënë studio e don. Edhe rënë studio në stop nuk lodhët, nuk priton për muzikë kur në njërë. Edhe kom dëgju shumë shpesh të thonë, bin hajde punojna, bin hajde punojna. Po, vërdet. Prej artistave qa i ke pas deri stash në emisionet që i ke zhvillu, sa përqend për i tënë të kanë lyp kongë, ma ndej me i bo? Unë me qëtak 95% të në kom punu, nështë të janë konë 2-3. Po, që s'karo? Po, edhe ka vazhdu që e puna, nështë të veç edhe u lidhë për halo ma shumë, se këtë janë konë të knaqët, këtë kanë kalu mirë, këtë kanë dollë mirë, t'jedin, edhe ti e kom prezent kur edhe masanej, që jena taku në studio, se diçka këtë janë konë të knaqët, këtë kanë nicë mirë, me thonë kështu ma popullore, këtë ja kanë bojërin. Normal. Edhe ndërlidhen. është e dyanshme, po, pa tjetër. Po, ndërlidhen, është e dyanshme, edhe qëllimi jam u konë, Margarit, për fillimit, t'jedin që unë këta krejtë me një verzion që nuk janë... Si kanë dëgju na i herë. Që Fifi, për shamull, Fifin e kom nëzirë me një dy kongë që Fifin nuk e kanë një tuknu që këtë kongë pikrisht. Për shamull, kreditin që Fifi kanë mirë, po në qëtë verzion nuk e kanë dëgju. Edhe ka ecë o konë diqka ma interesant. Unë e di sa kënon Fifi. Na 20-30 veta studios, producenta, të kështu që e dim. Po Mosa nuk e din. Po Mosa tjetë se kjo këndon zhandër tjetër, normalisht që se edhe Fifi është shumë e gjanë, muzikalisht. Edhe e kam shumë shoqe. Edhe shumë e dashtën, shumë e sjellshme, shumë... Po. Të natë mira. E drejt për drejt. Shumë. Po që është duhet me konë. Po. Edhe Fifi e dim krejt që është tekstuese shumë e mirë, edhe kompozitore, bën via melodike, kongë bën, edhe për vete dhe për tjertë, si Donjeta, Sukuraj. Dhe më thonë janë, se është interesant, femna mu kona, po kupton? Se ka shumë pak. Di me shkru nësa ka shumë, po që dinë me komponu, me bovi melodike, të pak të mja bo kongën vetit komplet, ka pak. Fifi ka koqe veç, ka shkru edhe për tjertë, edhe Fifi ka jesë, dhe më thonë që në treshen që ka ishë masë smirti, u konë edhe Fifi. Prej 1 deri në 10, tu e di që është zhandër tjetër i Fifit. Po. Tash në qëtë zhandër që e ka provu të emisioni dhe ze mikrofon, të podcasti dhe ze mikrofonin. Prej 1 deri në 10, sa e vlerëson Fifin në qëtë zhandër? Që ka qenë diçka e ri? 10. Okej. Se me Fifin, edhe pse kam shumë shoqe, ndodhë ka një orë flasë me to, a ditë në podcast ka ardhë gjysore ma herët. Dhe më thonë, asë një provë nuk o bo. Kongëve, qëto, unë ja kom propozu nësa një dy, qëto kej ka pos do ideja, sen edhe kena hi. Edhe më thonë, në qatë njërë edhe mi këndu që shto, dhe më thonë për mu është superlativa, vëton. është Fifi. Po dhe se, që që kam raporte me to, u doshtë realisht nështë ta mu me menu qa po kënojna, qa po bojna, nëse heq. Ma gjatë me bisedu këtë punë. Vish ka orë në studio me djemë që punon, ka orë shpejt këna vendos, me lejnë akon vonë, edhe notat. Po hala ma mirë dalin, që shtu spontane. Po që po bojna, edhe bile njën, bile më do këtë qëtos, s'ka doshtë se sinonit njën, në të ke spedi qa me bojnë, më kënë kënua, edhe ka isë mas shumë ti. Për kongë të vetas po flasë.
Dihet që artistat që kanë ardhur në dhe ze mikrofonin, normalisht që krejt këngët e veta nuk kanë mujt me i këndu. Është dashur edhe artistave tjerë. A ka pas prej artistave që për shembull kanë shkruar dhe kanë thonë, e kanë pas që ka jetë konga më shumë te emisioni dhe kanë thonë, m'fal po duhesh me hek si ki drejtat e autorit, anena knena të kanë thonë? Po, çfarë kena me dojtë qatë ku bëm pyet, mas është Vesa, që te Vesa pikërisht për qatë pyetjen e parë që më the, kjo Vesa ka ecë më shumë me këngë të tjerëve. Se sa me këngët e veta. Nështë nuk i ka pas shumë të realizueshme që i realizojnë çdo, po domethënë, kjo me çdo këngë ka ecë shumë me këngën e Shkurtës. Vesa. Domethënë pafundësisht ka ecë. Edhe kjo është shumë e kënaqtë. Kena vazhduar të më punu me Vesën. Po, edhe i kom pas premtuar në emision. Ke dhënë këgja premtime në emision. Tu kanë mbledh. Po, ti e kon. Edhe Vesën e kam shumë shoqë edhe është Vesa është shumë e mirë, tepër e mirë. Ka ecë, jam gëzu. Edhe ka qenë viti i parë i saj që është përfshi edhe ndarës ma... Po të ka i ma live, live realisht ka nuk jo gjithë, po që ka i pak ma folk, ma që ka përzit. Se kjo ma artu se ko, ma... Komplet zhandër tjetër. Po. Po që i shkën tepër shumë. E për detat autorit, më ka ndodhë me 3, 4, 5, nashta. Që kam pas probleme, edhe pse e ka knu kongën e vetë aty, prap ka pas probleme me copyrighta, me nuk e di. Me do i kom zgjidh, me do si kom zgjidh, i kom lonë që ashtu me klejma me sana. Se tonë nuk s'ka qenë primor, as nuk kom e qenë kur klikimet, as përfitimet e YouTube-ës to. Për mu është qëllimi për me bo diçka që s'u bo. Thjesht shumë herë tham, mi pos kujtim për veti. Me kretë këngëtarë diçka, apo kupton? Edhe po atmjësisht ka isë shumë mirë edhe ka shumë kërkesa, kam edhe shumë njerëz që më thojnë mi marrë, mi promovu e sane, po e kom thonë pa dosht me anashkalu kërkën ose mës me dosht mi dhonë apsirë, po gjithmonë ka më konë zgjedhën. Po. Edhe kjo, dhe më thonë është një ndër matë mirat që ka jesë. Zarin e ka... Eugena. E ka zarin që dojnë me i prej venat. Eugena ka jesë shumë mirë, është këngëtare. është zakonisht këngëtare e mirë. Edhe... E po qëtu është se këtu ka këngëtare. Edhe që se kanë dhënë hakun sot dot, as kanë qenë pregadit, a kanë qenë jo për zgjedhja mirë e këngëve, nuk kanë nesë shumë. Nuk kanë nesë në atmosën e kësaj, ose për shumë dove. Dhe më thonë, unë jam gëzu gjithmonë që ka rrit audienca, dhe më thonë, me ditash kush po... Po, e njohin muzikën, dëgjues të muzikës e njohin. Po, e përcjellin kështu edhe e din. Po tash nuk është edhe shumë vështirë me kuptu se po jena matë njohën me teknologjinë edhe po kuptohet kur dikush din me knu, kur dikush s'është dit me knu, krejt jena tu i kuptu këtë gjana. Po, për shembull, mu më ka kësu fakti që për shembull, që Ymer Bajrami, nëse ka mundësi regjia me lëshu, Ymer Bajrami për shembull, e kom thirë se unë e kom ditë s'far këngëtari është. Edhe e din për shembull, Ymer Bajrami për shembull, nuk është shumë aktiv në rrjetet sociale ose diçka. Jo, hecë është aktiv. Po, shumë pak. Te na ka ecë shumë. Po kupton? Domethënë është prej meshkëve më me thonë që është në treshin që mas shumë të më kanë shku njerëz edhe ka ecë shumë. Edhe po vazhdon me ecë. Se të më thonë, Ymeri ka kru kretë zhanët e veta dhe është perfekt këngëtar. Unë e vlerësoj shumë, edhe çdo sen që e ka kru, ja ka dhënë hakun edhe ka kru në qasoj që shiflen. Edhe ka shku për atë arsye, edhe ka shku mirë, po ka njëherë ka artista që nuk janë rrjetet sociale, po s'ka nevojë hiç me pas ata asi lloj ndoshta marketingu se njihen, ajo është e kuptueshme. Jo, ka kriju me vite punën edhe Po për gjeneratat ma të reja që nuk janë shumë në këtë zhandër të muzikës, është mirë me pas kësi lloj dokumenti
me thonë është ta? Po, që ajo sakt. Që me dëgju edhe me po. Që aty një ka dhënë mundësia me një edhe shumë të reja shumë kanë komentuar, kanë shuar, është edhe TikTok-u që asë një koment nuk ka një keq. Artistja jonë e re. Po, Patlinda. Që ka po zonin edhe e ka zonin tepër të mirë. Patlindën, ti e din që e kena përzgjedhë dhe e kena marrë dhe... Po. Patlinda po vazhdon shumë mirë, tash veç është menaxhim tonin, edhe e ka publikuar këngën e parë, ka isë shumë mirë, tash e ka një bashkëpunim, ka këngë tjera, po punon non stop. Sa bukur. Shumë e talentume. Edhe këto ti e din që ka u pranu shumë mirë. Shumë është pranu tepër mirë është pranu. Patlinda pranu shumë mirë, shumë shpejt. Edhe ka pas fat se tonë ato aplikime. Po. E kom pas edhe në të shtirë të edhen, na bashkë e kena... Tepër e vështirë ka qenë me i përzgjedh, po fatmirësisht kur e ki talentin vjen edhe fati edhe në këtë rast Fatlinda ja ka po hajrin. Po, Fatlinda edhe po vazhdon me jesë mirë. Zët, edhe kjo shumë tepër i mirë. Elena, po, një vajzë shumë e talentume, edhe momentin e parë që e kom dëgju, më ka pëlqyer, ka një timbre interesant, edhe është e shkollune, ka kry shkollën e mesme të muzikës, po jo që ka kry shkollën e mesme të muzikës, po për një mesh talentume, se shkollën me kry plot, po ka vesh që ka dën, është nice. Edhe shumë e paraqitshme, e pranueshme për ekranin, se dyqysh ka rëndësi edhe që kjo nëse dën me konë artist i suksesshëm. Edhe kjo, për thëmë tash publikisht, edhe kjo, për këti momenti që u konë të na, tash është menaxhim dikujt. Okej. Edhe më thonë, me njëherë, ju ka dhënë një mundësi shumë e mirë, edhe kjo tash të ka bërë një këngë të re, e ka bërë, edhe kjo der shumë shpejt. Të më thonë, edhe Fatlinda dhe kjo, të më thonë, është ajo që ne e kumë dosht gjithmonë me... E për krejt ata që dojnë veçika, jo se ka dhe djenë. Po, normal. Bordhi është artistiri që e kumë përzgjedh, është një do karakteristik edhe kështu si edhe në stil, edhe në muzik. Në stil, diçka si një artist o kam përngjohën, veç halesim të e ditë si kush. Po, kështu me po në stil, një maqë të në do kësi më konë shumë modern, po kënë në gjithë shka. Edhe për borë me thonë që kërë këna punu mas në një studio se dhe këti këmë bo do kongë, mas, edhe është shumë i talentum. Këto ka pos pak të re, ka nguru, edhe nuk u konë 100% që une e kom nikë djallin që mërët me bo, po nice. Edhe këtë ashtë i ko do kongë të mira, do bashkëpunime, do me thonë ka hy edhe kënë treg? Po. Kjo kome jetë për sigur se di, se jenë fatë e shumë sane, po tash varet edhe puna, përkushtimi. Këtë mundësi që, po besej që kome jetë mirë në bordhe. Musafiri ma special. Po, leutrimi u konë musafiri ma special mirë dhe the, edhe jam emocionu 2-3 herë gjatë gjirimeve. Po, edhe perfekt është si këngëtar. Edhe si djallë më se diskutoj. Edhe si person, po si mirë është. Po si këngëtar është perfekt. Edhe përveç që ka isë shumë mirë, e mu ka falenderu ma shumë se kërejt këngëtar që janë konë. Këtë mu kam falenderu, po këtë mu ka falenderu shumë herë. Mirë njës. Shumë mirë njës, edhe jam gëzu që mas emisionit ton, u konë edhe një 3-4 emisionit tjera, që s'ja kanë dhënë mënësil para neve. Nuk e di pse, po e ponë që e jetë si diçka, edhe e kanë marrë, e kanë promovu, unë jam gëzu shumë. Në fakt, ma herët, ka vite, ka qenë kogja aktiv në për emisione, po, kohën e fundit, vitet e fundit, nuk është që e kom pa najherë në për intervjisa. Po, ma ka të regu arsye. Magari se njoni prej emisioneve, një moderator, ka gjë e ka ngushtu djallin, edhe me të pyqe me diçka kështu, edhe kjo një shumë keqe, edhe ka një viral, edhe djalli ka vendos për një kohë me mësë më shku ma, edhe ku më ka të regu për një me vonë, edhe më shme, edhe tani
kur e kum ftu, e ka di që emisioni është ma shumë për muzikë, po edhe në pyetje se na jam kon shumë i hapur me to shumë. E ka di që nuk është e njëjta histori që mundet me ndodh. Jo, ti e din që emisioni jonë nuk është kur për me nxon dikon keq ose me ti me bë pyetje që ke mujt me në siklet krejt e diun. Bile shumë herë i kena pyeta. Po bile shumë herë më thon Margaret mos i ngoc. Po, veç më shkruaj ke binin WhatsApp, Margaret mos e ngoc të. Edhe qëllimi në komi të artu këtë mirë, më nikë ta mirë me dol të kënashtë. Shkurta. Shkurta sherbet. Po, shkurta, po du me cikë që të sen, shkurta u konë të edhen, kjo konë hapja e sezonit, të më tonë dimre që kena bërë, e kena fillu me shkurta, edhe shkurta e kena caktu dotën, më ka premtu që ka me ardhë, edhe shkurta që tu ku ka knu konë ekstrem e smut. Shumë ka qenë smut. Shumë e smut. E leve shkurta, po edhe fmiti ka pas smut. Po, konë i grep na kena pas gotë, edhe ne kom pas. Po, kitë me ren. Po, më ka premtu edhe ka orë që shtu ka knu. Do më thonë, na kreditim që këna shkurta. E këtu konë super, po më ka met marak se një 10 herë ma mirë ka mujtë me dalë. Po, shkurta i ka qëndru fjallës. Po për që ato e kom vlerësu edhe e kam shumë shoqe, kom punu që të kongëbële, që ka shumë hit, e kom bo, dhe vazhdoj me punu kena prap që në tu... Po në qëtë rast, zakonisht që dëgjust edhe shikust pak i paragjykojnë artista që por rren është smut, na e kena po vetë, që është një artist kur ka probleme shëndetësore, sidomos me pjesën e fytit, ftohja, ish problemi ma i madhe, ajo e të mërshme për mos me i kuptu në qa gjendje. Më konë një problem, një smundja mërshme të nuk e sheh, po të zonin edhe e nin, kur të është një njëri. Edhe kur puna jotë është vetë zoni, që ki me këndu, ajo është halama problem. Edhe u konë ftoft këtu në studio. Te, për ftoft. Su në dzeke dhe qka që të kohë, se u konë e para, e së nuk koordinu mirë, së nuk organizum. Po. Po ka shku mirë, ka i shku ta mirë shumë. Teuta Selime. Teuta. Miqtë e mi, mdo këtë që kjo kongë është, vulla është. Po, miqtë e me, ka dhe takojë nga bënit falë. Po, bënit falë. Teuta, këntore, perfekte. Shumë shoqe. Se më kara me taku në studio, se kështu në intervjist, po, e kom shumë për qefi. Edhe Teuta o kom perfekt. Teuta o kom perfekt, ka knu shumë kongë, shumë kongë të veta, duke të ka knu dikujna tjetër, o kom perfekt Teuta, shumë o kom mirë. Edhe s'pedi, krejt këngëtor, që e kena posë janë konë krejt. O të pyt kesh, shumë mirë. Kush nuk o konë shumë mirë, po o konë ma ka mirë? S'ka pas, ha? Ka pas, po s'du me përmen, jo që nuk mujnë ata, po nuk e di që o konë problemi që atë. Nështë ta s'ka qenë konga, s'ka qenë, po. S'ka qenë dita aty, në? Unë ju një mëjmë për zgjedhe, edhe këto përmërin fakt, ape bojmë qëto, ko do që vi me referencat e veta, që aji e ka menu me knu që ato, së në edhe i pështu e den, që a ke menu me knu momentin që të këmë tirë, ka thirë bini, ose të ka shkru, ose t'i kush prej neve, që të ka shku men me knu edhe për herë parë. Edhe, do më thonë, është pak ndorën edhe Riki ka isë shumë mirë, ti e den. Riki, po, s'ka fjallë. Për i trive u koni pari që ka isë mas mirë ti, edhe më me thonë që ka isë më shumë... Po dhe këti pari ka qenë për i trive i ftu? Po. Rikin e kum njof ma herë dhe kum pas bo një kongë që me shkenda do bomën e ka pas. Që të më një djoli mirë, simpatik, zonin shumë të mirë, vokalisht shumë i mirë djoli. Tani kena vazhdu me punu, i kum bo kongë mas nej. është pa dy shumë i talentu. Ngjyrën e ka shumë të mirë, i sakt, punëtor, punëtor ma shumë se që do të më konë. Do më tonë, nuk kom mundësi me fol diçka tjetër me ta ku takoj përveç se për muzikë. Më pëlqen. Edhe si djallë e du kështu, edhe është punëtor, edhe këto ka qenë shumë mirë.
Bile këtu një kongë e kena bo, tre që kena provu, tani e kena realizu kështu. Po, Letë e kom që ka pas, qenë. që kjo është? Nëse s'ka boj, po. Po, Po, letë e kom pas. Riki u konë shumë mirë. E Doni. Doni. Për Donin, s'kena qa me fol, Doni kam shumë mik. Për si këngëtar, dhe me fol 5 ditë për to, e tim krejt. Të më thonë, edhe e kom pas edhe shumë të letë gjithë sen sa e kom punu me to. Se është shumë i pregatit. Është është i papërsëritshëm. Është Doni. Doni është i papërsëritshëm. A ka prej artista që i ke pas të ftum që të kanë thonë, bin, atë lut na mundesh me ma hek një këngë të caktume, se që aty nuk është që më ka pëlqy që shkom këndu. Ka pas, nuk është që i ku mungu fort. Nësë unë e kom di që është mirë. Po. Dhe më thonë, asë njerë me qitë keq dikën. Jo, normalisht, se ka pas edhe mënyra tjera që Po, ka shumë për ty në Margaret që janë kompleksuar pak. Po. Po, fatmirësisht që personalisht ma besojnë. Kur kom thonë miri edhe nuk e, po këso kanë, nuk është që s'kanë insistu. Edhe për biseda për sana, edhe që kena bu, po, kësë që kena qitë kërkën. Nëse dikush ka folë diçka, vetë unë e tash... Po, ajo është çështje tjetër. Për gjithjetina, po. Na nuk kena munu me nëzirë diçka prej, kena pas shumë mundësi të edhen. Po unë s'kom dosht me prisha të raport edhe në tash kam e pas dhe zënë verë. Po. Disa prej tyne. Se nuk kam u ma shkort. Plus kena me pas edhe një zhandër tjetër, që se kemi pas ma herët. Edhe disa kam e pas fatim me qenë edhe në dhe zënë verë me neve, kështu që me kam po diskutoj me njerë, po e zëtoj nërë. O, Gonja, o, zamra, ki shpirt është. Gonën e kom ngu shumë i ri, e kom pos atë natë kogja një nostalgji për konte, për krejt. Dhe sërte ngoj më këthen kogja në kohë kërë unë veç e më konë me sinte, me sene kongë të sona që janë konë shumë hite. Gonja është këngëtarë shumë e mirë, ka një ngjyrë shumë interesant, një ngjyrë të këqme dashme kështu, e ka një farë si thriller, diqysi që mu më pëlqen. Dhe një kongë që ja kom bojë qëta është, se e bëjke qëto, disa qëto përsëritë ma shumë, e ka një farë time që një adu shumë. Edhe këtu ka shumë mirë Gonja. Gonja është edhe person njeri i mirë është, o zëtë, tepër është e dashtën. Sot që ka pas tentativa dhe mi u largu njona prej kongëve. Okej. Kom pas thirrje. Sot që ka ecë mirë, dikush tentoj këti largu e kongën. Po se kom largu. Prej gjithë këtyre që ki raporte shumë të mira, i ki meq, edhe ke ditë ke pas informata ma herët për jetën e tëne, për karierën e krejt. A ka për naj artist që ke mësu diçka të re për të që e ke pas në emision, podcast? Po. Ymer Bajrami për shembull, e kom marrë vesh që ato ditë që e kom pas me intervistu, që u konë në ushtar. Okej. Se kësha pas ditë ma herët. Edhe Leutrimi që më ka spjegu për telefonin, qësh se mi kthej ke fjallin sekund, kur shkusha me to, para se më marrë emision. Po. Edhe unë e menova, thash është dikush tjetër që po... Po shkruan, okej. Po dhe se e kom shtime demonstru edhe këto, dhe më thonë sekund. Edhe në merë shumë mirë u gëzohet për to që ai po mundet, normal su kur na. Po, se e kanë alfabetin, është ai... Po, telefonin që shpejt, ma shpejt se unë edhe ti. Shkrujke, kretë u konë që ajo, edhe... Po, edhe tash i cili ka të regu një ngjarje, që unë asa di diçka ma shumë për to, po se kom di që ato, ma interesantën. Po dhe që ajo ma interesant? Po, se kanë të regu ndodhi, se në ndarsma, se me një mramje, se në kështu edhe. Për shembull Butrin Trashiti më doket ma pa të regu. A na ka të regu a i diçka veshka që e pa të kap? Po që u smu me... Po.
Që është s'mundarës. Po, një koment u konë, ka thonë, unë jam a ideali I darës me sa. E kom lezu një koment, një qka që të u konë. Edhe, kanë e kena tjetër shumë ko. Ka shumë, veç po i përmbledhim ka pak. Po, që mentor aziri. Mentori. Mentorin e kom vendas. E kom Super ftu. zo. Po, edhe ka jesë shumë mirë. Që ka knu për shumë kongë, mentori kretë e di që është rocker. Po. Edhe, po, ka knu edhe patriotike, atë në atë sene. U dollë shumë mirë, u pëlqy shumë mirë, dhe mentori u ndohë shumë i knasht, se kena pas komunikim edhe ma vonë. Është shumë mirë o konë mentori. Këngëtar shumë i mirë, perfekt. Muzikal është. Ka shumë artista, tash me nisë me folë për se cilin emision, për një me mesim Po. krejt mramjen edhe nesër se... Edhe Ylka Kuqe. Po, Ylka ka qenë emisioni i parë për mu, për Ylka në fakt ke mësu që ka qenë në fushën e gazetarisë. Po, që? Ti ma ke zbulu, se nëse kom ditë, kër i ke po pyetën ty, më këshyë tash, ku për një kjo e ma mison, ti kështë pas hullumtu edhe konë epizodi poqenave që këna pas fillu, edhe Ylka u konë shumë mirë, Ylka është këngëtare perfekte, edhe me Ylka vazhdoj me punu në stop, edhe më me thonë, Ylka gjithmonë ka 2-3 kongë të një kokështë si që i rrinë. Edhe kur t'jen dhe lëqëm i krejt kongët. Edhe ka lej shumë i me ta, shumë shoqe ka. Po, kena pas shumë po punon shumë. mirë. Unë po më vje mirë kur për sha. Të më thonë, këtë thëmë shpersher, në alë mërë në herë. Din mu nalë. Po, edhe po punon shumë, këngëtarë shumë e mirë, po pe krym punën mas mirë ti. Punon peshon në mramje, në dasma, edhe në projekte më pëlqen që investon, mirë është me një projekt, se po ka shumë rëndësi edhe kur të bën një kongë për dikën që, edhe, asa e neglijon, asa nuk mirë shumë sana, e dikush edhe kur ta vlerëson që ato e quhet investon, e bën një klip të mirë, një marketing të mirë, sana dhe më thonë, a është tani interesi për bashkë për një qatë projekt. Po na i falenderojna krejt që i kena pas Yllin, Albatritin, plot kejt artist që kanë qenë. Yldema shumë këngëtari mirë, ka esë shumë. Yll është perfekt. Si petit Ermali, po. Ma Fezullohu. Ka shumë realisht, du të me cek, du më thonë, lobi u konë i pari. E du më thonë... Ermali po më do këtë i dytja... Si dytë në kam komunësi më konë, 2-3, diçka që shto. Du më thonë, për Ermali i pari që ka isë mas shumë ti. Që aty e ka marrë veç... Hoven. Po, Hoven. Se nashta emisioni i parë me lobin ka isë, po halon nuk u konë shumë i pregadit, dhe më thonë audienca, u konë si pa prit pak, edhe nuk kanë menu që është veç një herë, sene, edhe me Ermalin, prej Ermali veç ka fillu me isë kështo, me marrë ato. Me marrë Hoven që duhet. Unë i falenderoj krejt, këngëtarët që janë konë, edhe krejt janë konë të mirë, edhe nëse dikush nuk ka isë sot tjetëri, me rëndësi që janë pëlqy, ka pas komentet mira, edhe ata këmë folë me ta me krejt këmë folë privatisht janë të konë shumë të knaqët. Se kur i këmë qu kongë të jena njët nesit e këna diskutu, mu kam falenderu, mu du mi falenderu krejt, ata që janë konë edhe që nuk kanë pritu, nuk kanë ezitu, kanë ardhë, se është, ka gjoj me pos një guzim, një fas sfide marrë me kënu. Normalisht, po. Si dikuj në mënë mi shku karriera, shamo edhe, dikuj së dorë kur qëtë mirë, po, kena shqyqy që kena këngëtar shka qëtë mirë, këngëtare, edhe që kjo konë qëllimi jem. Pa tjetër edhe krejt ata që kanë dhonë kontribut për këtë emision, edhe moderatore që i ke pas ma herët, se normalisht si cila ka dhonë atë maksimumin e saj për punën që e ka bo. Pa dyshim, une është u konë Pamela, Elsa edhe ti. Edhe me krejt këmë kalu mirë me qikat, me ty nuk diskutohet, edhe menoj që kena shumë plane, shumë sena që kena me i bo bashkë me realizu. E që i radhës është dhe zemver. Dhe zemver,
Po, dhe Zenver ka më konë koncept këtë tjetë sen, këtë ndryshe. Ka më konë dikon 8 epizoda. Edhe ka me pas lojna, ka me pas dhe sfidat tjera në muzikë, ka me pas zhandre tjera, ka me pas edhe rap, ka me pas DJ. Po, e rëndësishmja për krejt qëto është që për një me kam edhe zverën. Po. Dhe Zenver. Gjithmonë me dheze. Gjithmonë me dheze. Bina po e përmbyllim për sot, që me hap mandej dhe Zenver. Falenderoj edhe unë krejt shikus që kanë qenë me neve, falimderit ty, falimderit këtë stafit, me këndo që kena punu me etapa. Po, edhe ka qenë knatësi. Asnjëherë me arru televizionin Dugaxhinit. Patjetër. Stafin e mrekullueshëm edhe korrekt. Po, që unë nina shumë profi kur të gjerej me këta. Çdo sen është, çdo detaj, nuk lën asnjë detaj me ikë, domethënë merren shumë. Jam shumë i kënaqur dhe çdo sen ka shku profi. Kaltrinën. Po, dhe Kaltrinën, krejt këta që shihen në kamera, që janë prova kamerës. Që më rrej gati për çdo sen, për realizim, për krejt, e falenderoj shumë. Domethënë, Kaltrina, Donjeta, ma mundsojnë, më rrin gati edhe më shtyn shumë për këtë që ndodh. Faleminderit Ben, na po e përmbyllim për sot. Natën e mirë krejt shikuesve dhe dëgjuesve, na shihemi të Dhe Zenver. Dhe Zenver. Mirë pafshim.